Që tash jena gati. Mirë mbroma edhe këtë djele në Robi Plaket kur dën vetë në televizionin më të fuqishëm Klan Kosova. Sonte është i 15 krejt lëdh diçka ena se u konë Shën Valentin. Qa bën njeri për Shën Valentin? Sonte Santianën nuk e kemi, do me thonë që të pe hekim këtë pështuit. Unë e kisha pas qef para se mja fillu me falenderu kolegun ton në drums, ose baterista, që shëtojnë, a me P, a me B? Baterista? Po, dhe kështë me bateria një vëllë të gjësë. Ama kjo është i 12. Faton Salepi Jaroni jonë, muzikonti jonë, i mëqëm, shqyqër është mirë me pas shokë dhe kolegë dhe muzikantat mirë që kur si esim keqë. Babuka në skem, Santiana në skem, Patrisi në skem, po getë për Shën Valentin, s'kimi. Ari dhe mirë është, mu shumë mu. Faton, Salep, do me thonë, a është Salepi që ajo që e pishim në angostivar, i bëshin mas miti për para, me griz edhe me kanel, po li thojnë, apo shqip. Se na cimet ju theshin për para. Ka pasë dhe në pështim për para, për në gostivaru koni vaj moj men, vitëm në 10, ta i bëshin mirë. Se besimi tha porës qysh me ciment, thash jo be me cimet. Së në më. Kanel, po dhe kanel pa lidhja, është kanel edhe ja që ta shtin këtu. Kanila, jo kjo kanel. Në një qifra. Për një shkëll, mundet me njeri me këtë shkuptu. Faleminderit fatën që je pjesë e Robi Plaket ku të në vetë. Anis, pa e që kose dhe ti ne për do TikTok, ka ne për të sensë që shkish. E, të nështu njerë? Masi sos Santiana, mene me veti. Kama mikrofonin këtu? Përshëndetje. Si do drejtura. Ne për mrami të maturës, ku ti qojnë në skenë. Edhe i qenon kështu gap, me këshyra përë. Ku jetë e? Qaku jam. Qa kotre di që ka ne për të TikTok, ka ne për të Instagram, jetu i bo? Kohëve të fundit jam të punu vetë, jam të shkru tekste, edhe jam të doshtë me qitë një album në shta. Jo me fotografi kështu, po me kong? Jo me kong, po njëherë po du mja njësë kështu, me provu me një duet e ku më bo frek, po e ka një këtë të bja se bita. Ashtu do ku e di une. Ka pos diqka që ka për gjone e kong? Po, amo jam të i bo dhe do kong vetë, kanë me dollë do me spote, do pas spote në shta, amo jam të doshë me punu vetë, se dhe i tash jam konë X Factora në dëvuj sa kështu na për festivale, e më karo me knu kong të artista tjerë, e unë po kam qef tash diqka vetë me bo, abëde, edhe po. Pse jo më rëgjë, far talent është dhe sa njerin vetë, kusho be qajo, se te për miri kënën edhe Anisa gati 2 vjeta sa është me neve, edhe kurse kanë një që ka puna sa e. Këshku nëjene për intervista mas X Factorit e keqë në zene? Jo, nuk kom pranu me shku.
Se ka njerë më bje morë. Me zirë dhe direkt këtu? Po, më bje morë me full ka njerë, mu kam qef, me kalzu njerëzve, o bëdem. Me ditë kush sot qka është dhe qka të përnu që ka me bo. Pra më dej tash, këm kru gjithë më baloda, kësi sene se mëjmë i më rria, bëde. Po tash kam qef edhe pak, si pas personalitetit tem, kam qef edhe pak mi përshtot rejpit, në isën se e kam qef ti për shumë, bëde, në është një diçka që nuk e njoj shumë. Miro me bo edhe rap, nëse ki talent edhe për rap, po ti qash mirë kënë, në të kësha thonë ma shumë me kënu, po, unë e kam qef ketë mi provua, bëde. Ketë mi provua? Sovjeti ki bove, që i kam një ka dole? Në marë si bëj 22. 22? Po. Anis, qatë ki nevoj, do me thonë, edhe qka do që të bërë najfa projekti, ose qatë do që të ki plan, këto është mirë me nga kalzu neve dhe me shfrytzu marketingun, se njës nuk e din halo Anisa qëfar dreshi është dhe qëfar talenti është. E sonë të qa kemi nga knu diqka? Pa se knuva. Kur bre? Prova të në kona të. Diqka Rihanna, po. Seni mirë është e? We find love. Aty ka shumë efekte, sene DJ-ave, në për studi që ishtim, po na ja ushtim. Edhe live. Po dhe dëna live kena me bo dhe manena mu i mishtit që të sene që me t'inglu taman originale dhe me na hek për YouTube-ës. E pse ta ka hek për YouTube-ës, biti a qka ka përngjo? Biti ka përngjo me një bit tjetër. E qa kone e një foto të qka që një dalë si më bërë? Ja, jo go me aj, nuk kina kone. Me ja e këni bo, a? Qitë mikrofon letë që to, e na të dëshirojmë suksesën të ardhmen, edhe qa do që t'ki nevoj, gjithë është mirë këtu me komuniku me neve, me na kalzu qka ka prej Anisës. Okej, pa tjetër. Kap, boje bëthën për këtu i të qenë unë bashkë me ata tjertë atje. Sa kënjo me reze ta unë kësha një teze, se sot e kom një mësafir shumë të mirë. Edhe, po para se me ftu mësafirin, unë e kësha pas qef me falenderu sponsorat tonë që janë gjithmonë me neve, falenderit që janë, për shemëll, Luxor Hoteli, që gjindet në dalje të Bllacës, sa të futësh në Maqedoni, pi kufinit të Republikës së Kosovës, në anën e djathë, bile shënja aty edhe një që shithoj një asi billboard, bravo forca, mës me konë forca, billboardit i kësha thonë në biljard, aty në shënja një biljard aty, në atë billboard jë mune edhe disa modele nga Maqedonia që janë pjesë e ati projekti ose ati hoteli që është hap tash një vit, aty mundi me shkum me marrë një dhomë shumë të mirë, po dhe mundi mos me flajt heq, sidomos nëse e një vetë, s'flani, po shkoni poshtë aty, loj senësh ndodhin aty. Tylle far lojnash, e tylle far pije e ushqime, kështu që mos e leni me pa e vizitu Luxor Hotelin. E reklamimi në aeroport është për ata, sidomos diaspora, veç unë e sa një shok në për diaspor që kanë 400-400 punëtorë dhe shqyqyrë që i kemi, se alona menojmë që në Evropë e në diaspor e ku do në botë, ku ka shqiptar, ka hala bashkëtelca. Jo, i ki mjek të ndryshëm, e ki biznismena tri e që kanë kry shkollë që punojnë për banka që marrin rruga këgjasit mira, po prapë se prapë ka dhe ata që kanë qenë bashkëtelca, e kanë qenë kompanija të veta, edhe bojnë rape qatë shumë, shqyqyrë që i kena se që da vinë këtu verës e dimnit edhe binë pare në këtë shkret Kosove. Muni me thirë në numrin 049-165-444 edhe kryet muhabeti do me thonë në billboarda jashtë aeroportit, mrena aeroportit, muni me reklamu biznesin e ju diaspora. Qka me folë tjetër, veç e prishim, këto e bojmë pjesën e dytë, unë e kësha pas qef, Dovica që kam bo gati për sonte, se tha njoni mu kam bo gajlet, si qëto salvetat e lakta, e ki po, kur të nëzirë një, 7 dalin. Një gajle me pos, 7 copa, i ki mas qashajna. Pja bo njoni, tha, ju dëtë, tha, e një binjaka, tha se ko këtë vesh njëjtë. Tha që mërë del pekere, se për të qi nonën edhe me frydë, se polici shikon ata. Këtë qatë që i pitë në kërë. Tha e një binjaka, tha se ko këtë vesh njëjtë, që mërë del jashtë fry, se to ki pitë koke. Një motër medicinale, pak si, po këtë ka konë bjëndin.
Tha, po boni gati, tha, me ta dhonë injekcionin, tha, në dorë. Pja bënej pacienti, tha, doktoresh, tha, bënë bërë në bëth, tha se edhin ma mirë. Tha, ma nena, bujna, pa së problem, tha, po prit ta dhonë njerë injekcionin. Tha, so je e madhe, tha, 150 cm. Po e vogël këke, a so je e ronë, tha edhe ma e vogël. Tha 120. Kësha din kjo me numra të i bu e sopa, din. Se 150 cm është e vogël kështu, për një femën, din. E so peshon, tha edhe ma e vogël, so 120. Gruja, pja bën buri gruz, gru, ku e kem shef, tha rakin. Tha, që me ma qitë në varë. Tha, pre të këshyri, tha, buri em, tha, ku je pre? Tha, nuk mën është me po, tha, është në gjakderdje e mrenshme. E që të pivi rakia. Këtu e më ketë të i përkëthy prej anglishtës. Tha, pëthojnë që sot, gjdoj 4 moshkull, është gej. Tha, pineve shokve, tha, ma shumë të më pëlqen mentori. Tha, i dyqish për më duke, tha, shumë i lezetshëm kështu, tha. Apo mërvesh, mentori që të sa. Ej, gjithë kënë nguzë mentorin në përqësi, kur i kalze vicat, ama qëta është du mjë gjytë cimës, arsimit. Ka lojnë arthoni, pja bën buri gru. Po vjen pi jashtit, po e në shpita, ta ku mbledha një paracetamol. Tha, qa po më vynë, tha, sot më dhejt kryt. Që të prita, deshë. Se gjithë të ja buaja jo, la se po më dhejt kryt, sot jetë më dhejt kryt. Ta ku mbledha një paracetamol. Ta e jo, qa po më vynë, tha, sot më dhejt kryt. Që të prita. A te lezë edhe një ajo. Tha, Allah, po ma gjemë, tha, një punë. Tha, që sheme anglishtën? Tha, mirë, tha, i kom bo, tha, do kursën online. Oke, tha, që për të pës një pyte, tha, qka është? Welcome. Tha, është ajë të pijit e dera qesin, atin... Tha, hajtë se flasim ma vone, jam shirë telefoni, se qka mi gjithë puna tina, lëshk. Pa unë bërko, unë e këshaftu musafirin e sontëm, kthejemi pas një marketingut. Pa unë bërko, eftoj musafirin e sontëm e aj është. Please welcome, Ljobi! Bravissimo, lab mirë se erë dhe zamër cak edhe një. Gjeste gjeta. Faleminderit që ki pravo. Që zvjen Santiona në shasqarë të sundeq. Pse ti mas femna vje ma shumë, a? I numrova me mu e ty, me DJ, me regji, 16 burra. Era qoke po kena me. Ke që lunë mujnë shkurt, se na në mars ketë me kamermona me keti kena femna. Edhe me bende Fishën me mars. ketë. Të shabim mars e të. A së të kanë bo bajat aty në Big Brother, a? Jo, ta unë puna. Ani, po dolim direkt në temë. Direkt në tem, hajde, sulmëm. A, po të ke mirë bia, jo? Ha? Jo mirë, po fantazi diçka. Bile ja kësha sugjeru me bo kështu njërë profesionale, besoj që kështë pas shumë fitem. Ku me ditë so moshkullin e kam mësua jo me puth. A e morë me në të puthin e parë, dhe me thonë kusht kam mësu edhe me Sovjet. Se shumë dhe me thonë puthja e parë, me bo me pas të keqe, që të rokin me dham ashtu. Shumë dhe me thonë, në fillore që atër diku. Në fillore, a? Zdijas vetë. Gjermania në Kosovë, ti e rritë në Gjermani. Unë kom rritë në Gjermani, jom rritë në Kosovë, tani kom dole apë në Gjermani, dhe me thonë puthën e parë kom pasë fakë në Kosovë. Në Kosovë ke pas, a? A, po shi. Me shqiptare. Bravo. Nice. Sa i përket bijes, Po? që po thuku, po të ka mirë.
O, hamdi fal, bre. O, hamdi fal, bre. Hajde. Vetëm feti. Vetë ula zdrova. A mujna munguc. Mëzëm sa dush, më stajnë heq. E qysh, aja ka vlet me hu për shembull femrën tone për qatë puthja ajo. A ka ditë dikun e femra jote ku po shkon. Mas për ajo së kun femna për kun ish femna, e na kun fakt Okej, ja, po shë. dom, po pa të vloni farë dere të qelë që nëse rasisht në të ardhmen funksionon, mu rikthy, po tani puthja me bien edhe eksperiencat e jem Big Brother u bo si prej që mu mbyll që e derë dhe u mbyll që e votash. Ani, është ma e letë kur ti veç je kon pak i ndomë edhe e keni lani dera. Atë shqit lidhën dhe me thonë se a kish let me hup një femën se i kështë pas bukur, a? E mirë, Gjermane? E që tu kina diçka të përbash dytë, se dytë e këna hup ka një femën të mirë. A po, a? Kam nevoj për një këshill prej teje, qysh e ke përballu? Çfarë gjenerati je? Jom 97. 97. Po. A pa e tash një këshill ajo? Një këshillën e pi 78-ës ku mush. Veç më unë është më ngacmu. Ja, që ashtu është këshilla me dhonë qëre se dhe aja ka hup një djallë të mirë. Dhe me dhonë, kur zbën vetën me ullë ma poshtë të dikush tjetër. Sa do që e ke dasht, anashta është, ka mujtë me kone edhe nona e fëmis tënë. A petë vetën du të me vlerësu edhe me respektu edhe aja ka hup dikon. Qashtu është, po puthja me bien s'u kon arsye pse e na ndo. Aja u kon gjerman, në shqiptar. E që ka pos një arsye, ka lip. Po, shumë para bigot lidha ka fillu mos me funksionu. Edhe prandaj dhe na ndo para bigot. Kështu që ajo ke vetë shtyrë mja fundi që me mbyll derën dhe me mshel Chelsea. That's it, qashtu u kone shkume dhe That's it, jeta vazhdon. Më stanin ma shumë, isholla ajo që ka gjithë dikon e ka mirë puqa po. kosa dush. Përveç bijës, ka ne kështë e puqë aty në Big Brother? është pak se Lisa është e gatë. Veç të ashtë ajo atë Marilyn Monroe e Italisë ajo... Pse jo? Po i shumë u pullë, O ja fali krejt. Por zotin, edhe që e fëtë qena? Dolce, kush si pëlqen Dolce? Kuna si pëlqen Dolce për me Qysh të kësha pullë Dolce më A ki provu? S'kom provu, se vike marrë. Aty e qysh, do ke di pse, po... Se ti e hi ma vonë, apo? Jo m'hi ma vonë, Ma vonë, e hi ata veshin. Veç hind aty limat e... Qashtë. Kesh pak i vënd shumë. Apo ki kontakt me bijën? Kena kontakt mu taku, se në taku alos, ajo është një ndia, nuk e di ku, është të shku në Tokyo. Ama po shkrujnë ka pak. Po shruni ka pak, a? Sa mos me Dhe thonë. ma tonë bija është italiane, apo? Bia është rumune dhe italiane. Rumune në Itali që jeton edhe qashtu. Do më tonë ajo, ko gja me Shqipën problem, kështu që ajo e ka gjithë vetën, ka thonë ma mirë të puthna, se me full në esen, mos po gaboj diçka në gramatik. Ti e ki edhe një kanal në TikTok, që gatun. Gatuj. Kemi po që ki gatu edhe në Big Brother. Po. A është gatimi pasioni jëtë? Edhe kur ka linë kjo dëshirë, do me thonë për kuzhinën. Gatimi është pasioni jem, po është e vërtet. Dy prind i kam kuzhinjera shumë të mirë. Mami është kuzhinjere tamën tradicionale që bën ushqime në shtëpi, jo me profesion. Po veç që i bën mirë, ushqimet po i gatu perfekt mirë. diçka. Këtë familjen është dallune që i bën ushqimet diçka shumë mirë. E babin e kum pas çet kuzhinë se me profesion, po me ushqime pak ma fancy, pak ma steak e kësi gjona. Kështë besoj që e ku marrë për 2 vend një lloj miksi. Qashtu. Edhe kom vazhdu tani dhe vetë me eksperimentu me ushqime japonez edhe ushqime shqiptare. E, ke pyet nërë momin, a puthët babi mirë, pi kujna e kishtë të puthën? Jo. A të ka thonë bia që po puthësh mirë? Bia më ka thonë një herë, po Labinot Regja më ka thonë 20 herë. Thoj ke për më puthë si unë do të me ushtru 20 vjetë. A, Labinot Regja, Po ja marrë si për më puthë kompliment. si aj. Ai më jep për më puthë si unë. Ai më theke mu, që ashtu që puthë ti, i duhet njëtë më ushtru 20 vjetë, kështë. Ai më nuk e që po më ofendon, unë e merr si kompliment. A, se unë thash me nua njerë më se ke puthë Labin. Jo. Labinot Regja, po dhe, që të ka thonë e puthësh mirë. Edhe Labi po përzijet aty, ha? A jam që më Puthne. shumë komplimente se bia, s'di që është puna atë. Qa po ta mërmenja, a është ma mirë mi pas boost me qa bon ato, me filera, ha, për mu fry, po. A menojnë ato femnat që i bujnë boost me filera që janë ma të mira për mputhje, a jo? Zdi, Ti a e ki dalu? dallohet pak. Dallohet, po. Po, A tu të shmjau ka fshu ka pak se mos mi dene. Mos po shtrydhen, po, te? te efekti puthjes është veç për rëndësia ato mundi me rahat me veten. Qashtu është, filleri mu do ju ka të mjafton që mundi me rahat edhe puthja automatikisht është më e mirë. Folim për puthjes jashtë që tonë.
kujtes mikrofonin. Hadi të ndrojnë temën. E kore ke po, ej. A ka provu në herë Bobi me mamin, për shembull me hapë në Gjermani, restoran, për shembull, Bobi me ato ushqimet, plus me postë një tradicional ushqim, për shembull, se zakonisht i kanë veç traditional, adin, si në Zvicër, si në Gjermani, si në Amerikë. E ku pas në fakt unë sigur ide, po të pas parasysh që gjithmonë e ku pas qëllimin si shumica e mërgjimtarëve, gjithmonë aspiratën dhe planin me arë në Kosovë dhe me bo diçka në Kosovë, që ajo u konë pak si ndalesë. Se prej fillimit që ka fillu pasion jem për kuzhinë, gjithmonë nëse më ka një ide me bo diçka në Gjermani, më kanë orë dhe ideja tjera pse është ma mirë me bo në Kosovë. Kështu që ajo është dhe arsyeja pse vendosa me hinë big, me gjeti far urët që mu rikëthy dhe me jetu në Kosovë. A të njofin ma shumë në Gjermani, edhe pse ti pas ke lind atje, je arë këtu, ma një shku prap atje, a të njofin ma shumë në Gjermani, a në Kosovë që tash? Në Gjermani, në fakt, një veç shoqënia dhe rrethi jam, bile shpesh ata bojnë hajgare se i ku marrën shoqëninë teme Gjermani dhe në Kosovë, në Shqipni në akon, që këto jam, sikur me konë Hannah Montana, e anej sikur Miley Cyrus, anej së një kërkosh veç shoqënia jam, e kënej pak ma shumë kështë. Interesant që edhe të ma problemo me dheza atje të qashtu. Edhe të që kom provu në gjuhën Gjermani me po në i sen, se Shqip të qysh ma... Mish të ushqimet në TikTok që anë e kënej po? Në Shqip ma shumë. Der kjo djali, shmeker po, mu puth po pëllëshe, me pregadit, po dyshe me pregadit, pse mës mu këthin Kosovë? Pse mës mu këthin Kosovë, po pra. Është e çuditshme, jo që ata nuk janë të muzikës zbavice ose që apo dijon e diçka moderne, po për një djallë shmeker si ti i rritë në Gjermani, me konë fans i Mihrijes, Mihrije Brohës. Qka të ka shti, qysh ja ka njës krejt, ajo simpatin ndaj saj, dhe më thonë. Pikërisht qaj kontrastit që ceket ti, u konë një element që e këmë pasi një strategji e mirë marketingut. Mirin e du e respektoj shumë, plus është vendase jemi e Mitrovicës, edhe është për një shumë fani. Edhe për jetë pari pa ta bo një parë qerapa me ftyrë saj ketër asisht të dësha mi audhonë shoqënisë tem. Në Gjermani që fesojnë Krishtlindje, dësha mi bo qerapa me ftyrë tem, mi testu të shpodokën e buna me ftyrë të mirisë dhe dorin qatë fani, to që e vazhdova me këtë hajgare me mirina, ma e kupton që është satirë. Po. Për ndryshe, s'pengacmoj më ka ona se po tuta mës po kom bifa stres në me naimin, amo miria është legend. Se më se pëlqy miri. Po jo mëre dhe neve na pëlqen, unë normal jem pak maj vjetër dhe kum punu me to, kemi bo muzik, edhe kom fitu pare prej naimit e Mihrisë, dhe normal që më pëlqen, edhe këndimit po. Si Marilyn Monroe, që e cekët Po, e vetë. për gjeneratën që e ka dhe ka majtë vetën, respekt shumë për Mihrien, edhe për naimin, po u qudita adin pak adin se ti je i rritën jashtë edhe një farë stili ke tjetër, kësha thonë tajnën, dafinën, qëto, adin e këne, shëretën e qëto. Tu është i shëretën në mes tajnës dhe dafinës. A na tregon diçka ma shumë për biznesin tëndë. Pse ja kanë gjitë emrin Dehun, mas pari? Ja kanë gjitë emrin Dehun, mas pari, jam inspiru për kongës në shpije pakarushës i Dehun jam, se është një ndër kongat e mija të preferune. Edhe këm dash me lidh Dehun, jo veç Dehun në alkohol, po koleksionet, gjë koleksion e ka një emër që simbolizën diçka shumë atë thellë. Koleksioni i parë ka qenë Dehun Nart, koleksioni i dytë Dehun Dashni, edhe koleksioni i tretë Dehun Nën Yje. Të më thonë, diçka pak ma metaforike, pak ma artistike. Po, do më thonë, kur do kësh pak si i Dehun, adin me ta bo qak i bak e pia, jebëve që jem dashënum diçka, adin se që ashtu do kësh pak si i Dehun, po. Dehun buz bia, se kësi sene. Një përqindje që shpesh ceket në produkte, qka është ajo? Pse bash 69? Qish po kesh se për din që a vullu me pyt? Okej, 69 është pozita, jo falë, 69 është numri jam preferuar. është i preferuar, 69. 69 është numri jam me fat. Edhe për ndryshe një logo, një slogan që e kom për majica dhe roba që i shes, është që majicat e mija të garantojnë që të arritin shansën me nëzonë diçka 69%. Edhe qatë ditë që kom pas puthje me bijen, këtë ditë në kom pas veshën qatë majicë. A e nëzën telefonin e erë baterin në 69%? Sartë nëzohë bëj screenshot. Por, zotin, Normal. se mundët në ashtë me të përcilë që ke mas e pas kështu dhe si numër po. A pozitat pëlqen që e 69? është pozitë këgja livdushme. Si do mos kur rrinë gjatë me një femën, me një person, që kime flajt me to, dyqysh
Bolla ke po ftyrën atin, ke nejt me të e... O në përgjithësi e ndjeku shumë atë parimin që është mirë kur jepsh edhe me marrë. Kështu që merr Jo, jep. pa dhonë shonë sa s'ki me marrë, ato po ta garantej. Do me thonë, a përdor nej sen kështu, ti e djali ri, po kur do mja bu bajat nej femrës. A përdor diçka? S'm ka ro, alo, për presë. S'ka ro. A kina sugjerim? Sugjerim sa dush. Në folë ma Po, vo. vallaj, sepse jo, mos me marrë edhe produkt shqiptar. Ka produkte shqiptare, a? Ka produkt shqiptar, s'kan dash me bo bash na jemen ashtu, po e kanë gjitë një emër, ma ka dhonë një shok me provu, po të kallëzej. Po deson, jem edhe pak në mosh, dhe pse s'kom nevoj mina me sport e me sene, po të kallëzej. Përveç atina me dure, me kome, me ketë qonë. Apo për ndryshe thojnë që edhe ato originalin me vë, nëse përmej tash s'po bëjs më S'mon me zërë, e ka përmend. zbulu një shqiptar se ka dash me zbulu diçka kundër zemra, se nuk e di. I Gostivarit është ai. Doktor, i Gostivarit edhe e din kretë edhe shkun që të kun, por shumë pak njerëz e din. Provo 3 agrën, edhe ma një lajmëram. Hajtë se të shkruj. Do me thonë me bo me shti bije në ndorë me qatë 3 agrën. Kur t'ja nis bija shqip me fol, tu ja nis Alardini me kojt. Pse petin ke bash qka shmirë. Se ma ajo tjetra e Shqipnis, ajo. Mëse arro qëto, Okej. 3 Ma agra. shumë, okej. Daj se u kushëm pak të Ha? Ose edhe ti e duja, po të nuj. Kjo që pas ka. Se që ti ta kumë qitë 3 agrën. Ta përqash në telefonat shpejt. Ha? Një telefonat qa, po të me kësi telefoni. Ej, a ke provu me knu në herë? Jo, me kënu kështu mënyrë profesionale, asnjëherë Jo. se e di kapacitetin tem, ama peca sum nalë për me kënu pa lidhje. Cila kongë e mihrije brohës për shembull ka pëlqy? Se e ka posë edhe si zbavit se do në për do festivala që ka marrë pjesë, cilat ka pëlqy ma shumë? Masive që lidhëm me 3 agrën, konga ma ka dal. Ma ka dal, ka dal. E pa të mbo shumë remiksa, pa të mbo edhe shumë kanë bo edhe hajgare me qëtë kongë. Në kështë ma ka dal, që do gutën. Edhe në seks menojnë që shpejtësia për një punë aty du të ma ka dal. Ka thonë Miria. Ha, ka thonë Miria. Lap, Jo, le urde lash më ke thonë, o veni që tu për me fuaj gjithë shka, edhe une Thonë. edhe une Se u dita shoha që pak si bashkë zakonisht. shtu, apo A se shoh. këti që bashkë shtu, ha? A përveç të putheve, Po, a o në Big Brother në e kush ajo, a ke po në e se në studio ty? kom një Keni, që kam bo diçka, po me pas këm po. a o probleme nejt, Qërës këm po. a o probleme nejt 90, 100, 150 sot do që rinë aty, pa Mu më ka ro me nejtë 58 dit, 58 dit. po. Nasha presioni kamerave, Krejt ato, presioni qartë. krejt, s'është që të bike shumë men, me të ndërejt. E mas puthjes Interesant. me bina diçka spotën e farë kështu në mi Mas thonë, puthjes me bien ma po tani e dult nesër me të. atë nesë me dula, Maqetin, kur të më kam bo, me hile. definitivisht, pa. Mos ka pos naj sen që do me thonë e kam po dhe kamerat që tu ka qu lemza naj sena. Lemza Që kjo me puthi, që kjo dhe ka me s***ti se e dhondrin atë në shpet që shkon të të nusës. Edhe s'fol heq, edhe ata fol më dhondër na i fjalla heq. E që i shtri që të ka fol. Edhe e shojnë këta televizorin. Edhe një farë filmi aty, do më thonë, se një parë që ka folaj aty, do më thonë, s'ka fol me kërkon aty, as me vjehrit, as me kërkon e që. Tha ndrëni që të kanal, tha se dhe pak kanë mja njësë p***isht. Në pa në musafir aty, thonë. Edhe ata e kanë pra produksionit që këtë djallë janë njësi me të puthne, qëtë në bijen se që kë, ju him bija rren. Ne e kemi anisën këtu, Okej. shumë talente edhe për herë të parë rullë që tu ja bënëm një intervist. Na kena Nice. mengu një kongë prej Anisës edhe bendit Robi Plakët kudo vetë. Super. Me zavendësim të babukës e kemi Fatonin, Perfekt. Jaronin ton. Shkojmë me Anisën edhe bendin edhe kthehemi pas pikës muzikore. Yellow diamonds
Bravo Anisa, bravo Bendi. Edhe pse Fatoni është edhe zbavicën, edhe kreti një, ketë zhonët i një, po na jena njoftu dhe jena rrit me muzikë popullore, adin, e son të bashkë tra me përcel një sen Trihanës, po që pja bujna qefin Fatonit e një kongë popullore, se mote se kumni. Ama një kje që ty? Ma ke plas shpirtin zemrën trunin, akoma të du. Kërko ku do ti, zemra ime, jo nuk gjesi mu. Sa erdhe nga dhëti, jeta ime, mos nga mo me mu. Se ti falja, kreq ka pata, se të dua shumë. Ma ke plas shpirtin zemrën trunin, akoma të du. Kërko ku do ti, zemra ime, jo nuk gjesi mu. Sa erdhe nga dhëti, jeta ime, mos nga mo me mu. Se ti falja, kreq ka pata, se të dua shumë. Hey! Hajde Gabi! Hajde me tërë! Hey! Ma ke vlas zemrën shpirtin trunin, akoma të du. Kërko ku do ti, zemra ime, jo nuk gjesi mu. Sa erdhe në do ti, jeta ime, mos nga mo me mu. Se ti falja, kreq ka pata, se të dua shumë. Se ti fola keq ka fata, edhe do me thonë, jo nuk gjenë si mu këshe. Sa herë ta kam thonë me... Që që ka pas emrin ajo? Matilda, Matilda! Bashkë Gjermane, ha? bashkë Gjermane, A kom bjonde? Bjonde. Ma murë mrena, the keni shok jam, s'di me thonë menja. Ma murë mrena! Lomi mu së mërzit, Jo, jo, prej ushqimeve ti ka zëmë qka të ki qep me hongër, do me thonë, se ti po pregatit që. Qka të përqenë ma shumë? Beef, chicken, fish, pëlqen këto tradicionalit, tradicionalit i hana, krejti, ha. që di se s'pas ke bark. S'kom se notoj shumë. Jo mësusi notit dhe notoj Bravo. regullisht, kështë bëj pak sport. Fitness du m'ja njëtë shashkur ma bëjshtë mu një plan të fitnessit ashtë masi për rikthejna në kësë. Po, Për ata, a më përndryshe pej brume, avdejte, sushi, kejti ha. Ani, ma se përdeshëm janis fitnessit, do me thonë, ti e i ri s'ki nevoj me përdor 3 agrën për seks, po 3 agrën me bo me përdor, se qarkullimi gjakut, do me thonë, s'ki nevoj aty në me shku më lodh, e me ngajt, e me sene, do me thonë, kur të mërin të fitnessi, ti je top. Testosteroni hyp nalt, qarkullimi gjakut, Ka e mire për fitness, më thonë. qështë është e mirë më, pa e s'është e bume. Ketë që to që ka i bojnë, nuk jënë të bume vish për seks. Asë është rëzik me ushtru me një trenier ka me... Po të kalzoj naft e 7 që ti shakon. Kur ti kisha hiq ti bendit. Po i kam shumë vjetër e s'ka kuptim. S'ka kuptim, ja. Të pyta qka hanë prej se po shihet që e mon vetën edhe që di tradicionalit nuk pas ke bark. Faleminderit shumë. Pengreq është pak, tash masi vesh ma përmene. Që se po delë vëno pa shpina. Ej, në Heps, jënë Hepsi. senet, Hepsi është... Mitrovica, i përshëndes. Bravo, jënë të Mitrovicës edhe për shumë pika, për mi 800 punëtor, halal ju koft, do me thonë, faleminderit që jënë pjesë e jona. Është produkti më i ri në Heps, copca krokante të pulës, vinë në 3 sasi të ndryshme, 5 copë, 8 copë dhe 10 copë. Munën i mi gjetë në të gjitha pikat, apo mi porosit në delivery në Heps. Çmimi lirë e i mirë si gjitha senet në Heps shka janë. E mandej, kena me folë diçka dhe me Hepsin kër e kemi atë pjesën tjetër të... Nice. Se jo mund tu... A je unë tua? Edhe Edhe kena me hongër, Hepsit. edhe kena me bo një telefonat, kome na ardhë, ja ki me thirë dikon, ja me thirë dikush. Shumë nice. A është ky biznes veç fillimi i diçka që është e madhe, a me ndonë me zgjeru cilat janë planet e tuja? Që ajo që ke ma herët për qatë biznesin. Jo, ajo është veç një deg që du, normalisht që du me zgjeru dhe me rritë dhe du me fillu dhe me bo shipping edhe në Kosovë, se dhe tash po më bo shipping veç në diasporë në për botë. Kështu që du pa tjetër me rritë, me thonë, në Kosovë, si deg edhe më fokusu dhe në shumë gjana tjera. Nice. Po. Sa ndryshim ka marrë labi, do me thonë,
prej para bikut edhe mas bikut, qysh e sheh veten ti, çka ka ndryshuar te ti? Përveç faktit që normalisht që në rrit followersat, njerëz po më njohin, ky efekti i Big Brotherit, kom kuptu dhe shumë gjana rreth vetes, kom kuptu që jam shumë ajdurushëm se sa që po mendu, kom kuptu që edhe në presion kur jam prap se prap mëj me mendu qartë edhe nuk bi preje provokime, ofendime. E kom kuptu që po më isha menet me shajt ma gatë se sa që e menoj, kom menu që kom e pas shumë problem, po që janë onën s'ke qash problem. Të shë dhe vetë. A ka pas në një banor që ja shpis nuk e kishe duru kur, do më thonë? Atë s'kishe mujtë me bajtë, aty u dasht me bajtë, se është pjesë e lojës, edhe s'ku qa banë. Qaj që e ka armin siguron. Lobin, a? Lobin. Interesant, për shumë po ankonën të, edhe na e njojmë se na e kena kolegë, na shtas na ka ra shumë adin mu taku me to, po ti që thojnë me femnën tone, kur shkon në pushim, se ti e ki femën edhe del me to, e han një drek, e han një dark, flen me to, edhe nuk banon me to, që to është mirë me bashkjetu me një femën ose me një mashkull, ajo femna, se s'kisha thonë dy mashkull me bashkjetu, ta shkollë për atyre, atin që e kanë zgjedhë qatë rrugë, po Krejtjon. a ka krijesë më të bukur se femna? Kur s'ko me dollë kur gjesh? Amo për s'ka vërtet është. Amo për labinatoregjen nashtaj se që e cekit e si kolegë është njëri mirë. Nashtaj jash është për një men njëri mirë, po loja që ka vendosë me loja që ka vendosë mi buaja aty, anë po du me thonë që edhe me shok, ke nejt 20 vjetë, 30 vjetë ki pas shok, kur t'ka ra me shku dikun pushim, i del ajo, t'keshtit i del atin, që aty e shes se çdo ditë, çdo natë je bashkë me to. Kështu si nashta që ajo i ka dalë atina aty, se... T'ketë që 3 mujtë e hiqë. Kështu që e kuptum, ku shko ka aj, na kishim vazhdu me pjesën e hepsit, kthehemi pas pak heps. Lab Shmekeri, ka të gëzuar me heps. Me heps. A ke po në erë qëtë rubrik, qëtë pullat e Robertit nga hepsi? E kum po qatë epizodin që u konë Sasa. A po? Para përgatita pak. Përgatita për më prelë. Sasa e ka pas një telefonat shumë të mirë dhe e ka bo te për mirë të këshyrin që shkëna me bo në të sonte, se na veç na dët. E për hepsin kome kalzu t'i qka. Hajde. Përveç që është maj miri, fituesi për Dubai veç është për zgjedh sonte, para gjirimeve, para emisionit Robi Plakët Kulturore, do më thonë përzgjedhja është bo para emisionit, në pikën e hepsit të katedralja. Ta manë qyshe kemi paralemiru, që ndroni me neve dherë në fund me po kush ka fitu edhe reagimin e fitusit, se heps është shijet që të qënë edhe në përudhtime. Nice. Në Dubai, do më thonë e ke hongër që Dubai ofertën edhe veti dyti, para në do të ishe shku me bije në Dubai. Qa po të ma mirë. Ha? Ma kështë ty. Në zetë aty. Jo, që ka shftofë si qëto. Jo, që ka shftofë si qëto, po këtu e bojna qështu që Nëzetat mund zetë mua vetë, jo me pas në zetë kështu. Për ndryshë ishë bo shumë zetë. Ta shohim na kush po të thirë ty. Hajde. Nër telefon ty të thirë, hajgje, kush më ish me ditë. Kush që të përveç bijës. Se kush ka me thirë tjetër, ja ke lonë omën e ke puth mirë, edhe qika po do me thirë në dejtë. Okej. Zilja po bën, le edhe pak se ku me ditë ku theti që është një ndia, ku është shkua. Ndija është të shku në Tokio. Tu shku në Tokio? Të shku në Tokio. E lumi ajo që Ka puthët. posanët. Kafe se ja plasë zemën, qka i thuti e din. Alo, kush është telefon? Qysh, unë jëm Bia Khalifa, ti kush është? Am thirët i mu, zemër. Labinoti jam. Juaj, lobi. Jo labirinti, po labiriri. Se më theket mishi freskët kërëm hi. A po, a? Mishi freskët jam po. Qa bone, a e mirë? Qysh je? Ku je? Thu jam gjeri me biri shkurt, për qam këthi? Bia jam gjeri me të Robi Plakët Kulturore që të ka thirë dhe ty për ndryshe, edhe të pretë me arë në emision, urna që e ka danë. Po do me dalë me një date, veç pak të qyri se s'dia kom kobi, ja se jam shumë zonë, veç me puna ma interesant se si jam zonë Po e heq. di, zemër ta unë puna. Bia shtunin kësha pas ko për ndryshe jo, për ndryshe jam shumë edhe dilën banë, vi dilën pro. Që bim pas ka thirë sot në ngjes. Huh! Edhe Bia dhe fjolla. Okej, po zemër,
Shihemi dillën pra. Hajt. Në poq. Na të këshyri shto se mu nalë porës, mirë ja bone bijës, se mos mu bo dhe ajo shumë interesant, mi thonë minjer me të porën po. Ka thirë sot me gjejtë fletjëm. Fjolla, Bia Khalifa, Mist Cold. Do më thonë, qëta shtë kanë thirë sa e konë në gjinime? Po. Ata thirën të qyra për qelë? Hajt, njerë provon live të këshyri ma po ta qelë Bia. Hajde, të thirën me Mos i ka zënë që ko me pullë se manena zvjen. Bia Khalifa... Së djetë. Picin rënë. Me kështu me kamerit të thira. Ndryq na po të shohëm direkt. Të shyrëm. A o të bo ringing se e pas ke gjermanisht. Po, es klingrit, ringing. Yeah. Tash botë kjo më interesant. Nëse s'lajmërohet, s'ka lidhje. Që janë një video. Hajde që një video. Ha, që janë një video. Live pi studios, këte kena. Hey Bia, jam këtu me Robert Berishin. He wants to invite you to his show. Të kena thirë edhe me sasë një që shtu ke thonë që ki me arë, po mani të kanë dollë do punë me shku në Itali, tash kër ke shku në Indi, që dënë me arë në Dubai me mua dhe me Lobin. Kur dush. E kena një farë produkti 69. Po të kalëzaj, po bëja e gare, veç me Lobin ki me shku, a këtu ki me arë më safire. Se me bo me të puth ploki, aty del gjaki. Regullë. Po ja qoj direkt. Qoja direkt, Send. hiq pa 3 agra. Hiq. Sa më që me 3 agra. Qa ka për mu lepë që të të shuri, kush ka me më thirë mu? Poni me se ma dhanë dhe mundi pyti për ty. Ha. Robert, je i ftun si këngëtoni një dasëm, tu mbrit e veni ku është dasma, thirën telefon dhe të thojnë që pa anullojnë dasmën se pagesa shumë e naltë. Qysh reagon, qa banë? Do të thonë minut fundit, tu shku për atje me tonë... Last second. Last second. Që i thojnë ta kullerat? Alo. Po, që tu më rijem tu parkute... Qysh shtrajt? Shtrajt për do këta? Jo, Allah, unë nuk bëna e gare, se unë nuk jam në Kosovë heq. Edhe, masi për do kështet, a keni menu mja këtu i paret, nëse zakonisht i marë paret në fillim, ketë komplet. Do me thonë, i keni ra pishmon, s'pju konvenën shmimi, unë në Kosovë nuk jam heq, ma në darsmën me DJ ose këndë tjetër që e keni thirë. Vesh të kishit thonë, si kena kushtet unë e pa pare i shartë, për në sekund fundit, minut fundit mja anullu dikujna, se na jetojnë api që saj është shumë keq. Kështu që hajri e doft, e labi e qoft, e Bia e pift, Me apatria. a pas ke bua i gare, e qëtash për e nolti zvi, hec. Ja, iq më stjanin. Iq më stjanin se ka darës masa dush, edhe ka plët qështu si ju që bujnë që si sene, po shqyqyr që na i marim paret para se me folë këtë punë. Notën e mirë, e të hift në birë. Se ka dhe pishtynë. Apo vjen dasëm të vitin tjetër, se e kum rezervu edhe me kushtimin. Ketë më varët me sa femna martush, du me thonë sa nuse. Që nusën halo se kum gjetë, po momentalisht ma zor me rezervu një këngëtar, se sa... Se me gjetë një femën, a? Kushimin e kum rezervu, thash të marrë dhe ty, një sot asmash edhe vitin tjetër. Ta zemën ti, mësë po budolë mu martu ma sparin në Po një. thua, Se ki koko ke 97, për shty dhe pak. 96 e ku morë lejën e kerit. Ku, ma djetër e pas këllet Do e me thonë kjerët. 18 i ku më bo 96, edhe 97 shlajfet qa dhe në rikvers. E ti, ka dalë ka dole se ka ku, knaqo, një këshyrë punë, e bët diçka, për 69-it me dalë në 70, 71, 72. Duhet me jetës. Edhe, e kur djenë puna për dorë, se mëse naj ditlindje, se naj fejes, se qka do diçka, liresht të më thirë mu, edhe e bujna aty najen mas mirti, me kitë bendin e robi plakët këtë vetë. Ta o zemën. A kime përshëndet edhe dikon përveç femrave? Përshëndes këtë femnat, këtë publikun, ju dua shumë. Babin, mamin, Mamin, babin, emen, Krejt. Lori Konverën, këtë i përshëndesëm. Labi, djali ma i miri, deri që tash, se Ta o aty zemën. në Big Brother nuk e di qysh, adin ashtë edhe i bëjnë një loja. Aty më punë ma shumë në transmitim kanali nëmër 3. Së më kanë qitë shumë, Në qitë shumë në ato të tjera, po sa aty ju ka menojnë pak djemë ma, që i bëjnë ma... Ma problematika. Ma problematika, e ti e djali mirë. Thank you dhe njerë që ke gjithë kohë me orë, me konfjesë. Me gjithë qef, shumë faleminderit për ftesën, Kështu që suksese. diaspora na përcjell shumë. Përshëndesim shumë Cëllë diasporën. kam mirë me kështu, vish kallë të nani. Qa tje? Diaspora, Diaspora, duam, we ju love you. përshëndesim, love you.
shifemi e ju pritni me këshyr kush o të e fitu Dubajin. Ciao! Shpresoj që ju ka pëlqy epizodi sontëm dhe musafiri sontëm që e patëm këtu të Robi Plakët Kudërvet e tash erdhë momenti me pa se kush ka fitu e kush përshkon mundze në këtë ftëft në Dubai nga hepsi, pra kush e ka provu ofertën Dubai, a i shkon në Dubai. Urime festën e Shën Valentinit e ta shofim na se kush është në faklia. Ka lujt kush ka lujt, a i që lunë fiton. Te përzim qëtu, këtu dallavere s'ka, mashallah pas kanë lujt plot, ku mos me lujt, se hepsi është numër 1. Hajde, kush është në faklia. Po e provojmë numrin e telefonit. E pas ka numrin e letë. Kush flen herët, nuk ka Dubai. Alo. Përshëndetje, Fatlinda. Po. Atë pëlqen hepsi. As për a dëgjën mirë, heps. A shkon shpesh në heps, atë pëlqen hepsi. Po, A e ki pasaportën valide. Po, A kështë pas qef me shku në Dubai. a e kom fitua? E ke fitu, edhe për herë të koft. Fatlinda Ramadani, Po, ki me shku në Dubai bënu gati. po, faleminderit shumë. Me thonë po flet. Po flet me Robertin nga Robi Plakët Kurdon vet, Fatlinda Ramadani, Faleminderit shumë. je e përzgjedhën, do me thonë ki me shku nga hepsi në Dubai, bo një gati teshat për gjdo informat, pra nesër e hane, ki me shku në zyret e hepsit në Çagllavic. Me Çagllavic. Po, për gjdo informat. Okej. Me të mira edhe miru pafshim. E kalosh mirë në Dubai. Ciao. Faleminderit shumë, kalofshimin. E, pra, kush lajmërohet edhe fiton. Fatlinda Ramadani, pra, është fituese e ofertës Dubai nga hepsi. Hepsi the best, natën e mire boshit, nëmën të Robi Plakët Kudërvet dhe heps.